Qytetarët e Tetovës zgjodhen këtë mënyrë simbolike për ta shprehur revoltën ndaj problemit të pazgjidhur të mbeturinave. Banorët e lagjes Dardania, rajonit më të prekur nga ky problem, kërkuan largimin urgjent të pikës së mbeturinave, pasi në të kundërtën kërcënuan radikalizimin e masave. I bëjmë thirrje prokurorisë speciale që të merret edhe me këtë problem, se rastisht nuk janë mbledh këto. Unë kam marrë pushim para 3 muajve, më është dash të marrë me qira shtëpi prej erës, nuk rihet aty. Nuk mundet ju ta prezentoni Tetovën, ose ta prezantojmë Tetovën me këtë kartë vizit, si e kemi tash. Hinë aty në himjet turp më altë të vijet dhe në misafir nga jashtë. Jetojmë në një kohë kur kërkojmë ajër të pastër dhe mjedis të shëndetshëm, diçka që vlerësuam se duhet ta kemi dhe kërkojmë që komuna të na mundsojë neve si qytetar një gjë të tillë. Kjo komunë nuk duan të dëgjojnë kërkesat dhe luqet tona. Andaj sot jemi mbledhur këtu që njerëzit ta shprehin revoltën tonë ndaj kësaj gjendje katastrofale ekologjike që po na mbyt çdo ditë. Mandatin e saj i fitoi duke premtuar se Tetovën do të shndrojnë në qytet më të pastër në Europë dhe në një qytet shembullor për të gjithë Europën. E kur jemi sot këtu, duhet ta pyesim zonjën kryetare se a ka qenë ajo ndonjëherë në Europë dhe me cilin qytet europian e ka shndruar, ka dashur të shndroj Tetovën. Këshilli për organizimin e protestave i lagjes Dardania më pas ka realizuar edhe një takim me krerët komunal, nga ku, ashtu sikurse herave tjera, ju është premtuar se pika e egër e mbeturinave së shpejti do të largohet nga ai vend. E nëse nuk ndodh kjo, drejtori i ndërmarrjes publike komunale Xhelal Ceka ka kërkuar nga banorët që bashkë me drejtuesit e komunës protestën të vazhdojnë me bllokimin e autostradës dhe protesta para qeverisë. Absolutisht ne punojmë gati që 15 ditë në afër 11 ditë në zgjidhjen e këtij problemit. Jemi në bisedë të sipërme me 5 halla dhe për zgjidhjen e këtij problemi dhe për vendosjen e trakave. Jemi ndërmarrë të cilat kemi siguruar trakën dhe mendoj që një afat shumë të shkurt do të ky problem do zgjidhet dhe ajo mbeturin nuk do jesë aty. Po njëkohësisht mënyrë shumë paralele punojmë në zgjidhje të afatgjate, një problem që Tetovën do të tangon mbi 20 vite. Sipas banorëve, protestat do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, për të cilat në mënyrë plotësuese do të njoftohen të gjithë qytetarët.